Mirëmbroma në këtë muzikë pranvere. Në këtë muzikë të mrekullueshëm, o zot çfarë klime kemi. Vetëm se këtë natë mu ma prishi një lajm për Facebookun, bllokimin e Facebookut Lolitës. Ky personazh kaq simpatik që me ato memet e veta ne herë na bën të qeshim, herë na bën që të mendojmë, herë na bëjmë që të turfullojmë, dhe mu personalisht më ka bo shumë herë të qesh, po edhe të qaj. Kjo është Lolita, edhe kështu e kemi pranuar si ç'është. Më vjen jashtëzakonisht keq që disa njerëz që janë turë te faqja e saj, duke ja blloku edhe duke mos e kuptu mënyrën se sa ajo ngacmon, mënyrën se si ajo ngre problemet. Nuk është korekte, nuk është mirë. Edhe unë kam pas probleme, edhe kam përdit me Lolitën, sepse me thonë drejtën, unë jam konflikt interesi të përhershëm me të, sepse unë i shkreti flas me shumë pasion për qa është bën këtë vend, për qa bëhet dhe për qa duhet bëhet. Ndërsa Lolita i shef nga i këndvështrim tjetër me atë theksin logjik që ajo e gjithmonë e vë të ironia dhe të sarkazma. Miqtë e mi, ruajini këto vlerat Shqipërisë. Mos e zvogloni veten duke mos kuptuar shkrimet e saj dhe duke i kundërshtuar ato në një mënyrë të pandershme. Respekte për ty Lolit. Dhe prap njerëzit do të gjimojnë dhe ata fansa direkt do t'jenë prap te ju. Respekte.